Unë e vlerësoj shumë ardhjen tuaj nga Tropoja në studion e emisionit. Dhe për të rafyë dhe për të regu një histori të gjyshit tim. Qatit në Volan, Qatit në Volan, komuna Voshtri, është shku 2 polis për të arrestuar në oborën e shtëpisë. Mori pushkën e dolin për të luftuar. Edhe për sa kohë nuk e keni ditë a është i gjallë, a është i vdekur, apo ku ndodhe. Në galit të Voshtrisë, ose si që në ishi atëherë, të Vuciterës. Me një familje, me një burë të Nevelanit, ka fshati Nevelan, Rustem. Takueshin të pazari, nga je nga Shqipëria, a ke familje, kam familje, po jem lagur nga regjimi. Mbas disa ditë, Rustemi merret çon familje. Për rreth 8 vite, gjyshi jetën familjen e Rustemit. E trajtuan në mënyrën më të mirë më, ditën që largohet gjyshi me 20 qershor vitit 1949, me mbylljen e kufirit edhe me shkputjen e Kosovës, tendohet me 20 vite burg dhe 15 vite internim pas burg, të cilin e cilësua me emrin Kulak, pas ikjes së gjyshit, edhe shpallë dëshmor i kombit. Hamer Zantil Sylaj. A ka pas asnjë pikpyetje që nuk është letra e drejtuar nga babgjyshi? Po përgatitet për tik nga shteti shqiptar. Pas 2 vitesh vdes në burgun e Shkodrës. Ta përcjell edhe në vdekje është një sakrificë dhe nuk u bë mund me gjetja jashtë e tij kurrë. Që vjen një letër nga babgjyshi se ajo është gjallë, si ka qenë për ju si familje? Ne kem letra që ka shkruar gjyshi. Largohet nga Shqipëria dhe për 3-4 vite nuk e din se washt. Edhe letrat ka shkruajt në emër të vajzës madhe që është e martuar në fshatin pas. Kanë qenë njerëz të caktuar të cilët kanë ditë me shkruaj. Po, shumë i gëzuar. Është gëzuar aq shumë sa thotë sikur më pa ardhur në shtëpi, ku është më i gjallë. Aty kalon natën dhe futet në tokën e Kosovës ose tokën e Jugosllavisë si quhet atë. Po gjyshi nuk ka ditë me shkruaj, ka shkruar dikush tjetër? Ky gjyshi nuk ka ditë me shkruajt, ka jetuar në familjen e Rustemit. Ka ndalë lot, aty edhe mu se ishte një diçka shumë e padëgjuar. Bie në kontakt me gazetar, me Blendi Ferziun. Kështu bëhet kontakti i parë, Ilmir Rustemi nga Nevelani i Voshtrisë. Edhe pse ka kalu gjithçka, ai kishte një respekt të jashtëzakonshëm për juve si familje. Rreth 30 vite s'kem ditë gjallë. Do të thotë 10 vite, 2 vite në kamp edhe 8 vite të familja Rustemi. As ka jetuar. Vu edhe flamurin, amanetin e tij tek Vorri dhe jemi nisë për Shqipëri. Të paktën ta dini ku e ka babgjyshi varrin në Kosovë. Pas 45 vitesh, eshtat e tij rikthehen në vendin në varrezat e fshatit vet. Janë ardhur me ne në Shqipëri për ta çuar deri në varrezën e vet. Keni qenë një ekip madhështore edhe me gazetarë. Domethënë e kanë kryer amanetin deri në fund. Ju ftojmë që të bëni pjesë e këtij udhëtimi emocional çdo të shtunë nga ora 19 vetëm në kanalin tonë zyrtar në YouTube Rrëfim Jete me Baki Zeqirin.